Nxënësi shqiptar fiton medalje ari në Olimpiadën Botërore të Shkencës në Shtetet e Bashkuara. Loris Qose, nxënës nga Cërriku, është shpallur fituesi medaljes së ari në matematikë në Olimpiadën Botërore të Shkencës Neoscience, e zhvilluar në Orlando, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në datat 9 dhe 10 janar të 2026. Në këtë kompeticion ndërkombëtar ku morën pjesë nxënës nga vende të ndryshme të botës, Qose u vlerësua nga juria për rezultatet e tij në 2 disiplina shkencore, u renditi i pari në matematikë duke nderuar me medalje ari, ndërsa në kimi mori vendin e tretë duke fituar medalje bronci. Sipas të dhënave zyrtare të organizatorëve, Olimpiada Neoscience synon të testoj dhe promovoj njohuritë e avancuara të nxënësve në fushat kryesore të shkencës përmes provave konkurruese me standarde ndërkombëtare. Loris Qose është rritur dhe arsimuar në Shqipëri, ndërsa pjesëmarrja dhe suksesi i tij në këtë olimpiadë përfaqëson një arritje individuale dhe një prezantim dinjitos të arsimit shqiptar në një event shkencor global, gjë që është përmendur dhe nga kryeministri Rama.